jemi bashkë. Sepse në një kuptim ne kemi luftuar vetëm me njëri tjetrin. Ky takim sot është vazhdim i kërkesave të mëparshme. Para nuk është thjesht në një rast si ky takim sot. Në 100 vjetorin pavarësisë, para 1000 vetëve ne ngritëm zërin për rrugën. Edhe në 110 vjetorin ngritëm zërin për rrugën. Në Panaja, para vitit të ri, u mlodh gjithë me Sapliku dhe ngriti zërin për problemin e rrugës. Ajo bë nisëm dhe në Ramic të Vlorës, erdhën dhe përfaqësues, deputeti i zonës dhe zoti Çuçi, i cili ky i fundit premtoi minimumi t'i thot kryeministrit që kjo rrugë duhet bërë. Pse duhet bëhet kjo rrugë? Kjo nuk është rrugë fshati, po kjo është rrugë nacionale, sepse lidh dy qytete të mëdha, Tepelenën e Vlorën, edhe pse është 30 kilometra. Po ta kuptojnë kështu, po ta shtroni problemin kështu, unë them se do të vlerësoj. Çfarë kërkojmë ne në thelb? Ne kërkojmë që kjo rrugë të futet minimumi në projekt buxhetin e vitit 2026 dhe 2027 ne të ndërtrokasim dhe të jemi mirënjohës atyre që do të merren me ne. Një problem është, këto premtimet e këtyre ne na kanë futur në siklet dhe na kanë çuar dëshpërim shumë të madh. Dhe kanë arritur në kjo zonë lavdimave, me histori të madhe. Ne të na shpërdorin besimin dhe respektin që kemi patur. Zoti Edi Rama, unë drejtojmë personalisht dhe në emrin e këtyre zemra dhe shpirtit dhe mendjes së këtyre njerëzve të krajinës që cila është për të përullur. Juve kur përuruat këtë rrugë ku jemi ne këtu, kjo krajinë ka ardhur këtu dhe të ka dhënë mirënjohjen. Kjo krajinë të ka thënë që je vërtet ai që duam ne. Mi po ju, zoti kryeministër, jeni kryeministër edhe i krajinës tonë. Nuk jeni vetëm e asaj pjese. Prandaj, vure dorën në zemër dhe kësaj krajine t'i dalin për Zot dhe t'i dalin varri, sepse varësit e tu asnjëherë nuk të kanë çuar zërin tek juve, këtë e din ata pse. Ne u lodhëm palatën e kulturës në Vlorë dhe ngritëm para 150 vetëve zërin me forcë dhe 4 televizione nuk e dhanë në fjalën tonë